dojmë? Një dëgjuese nga Gjakova. Po, e ndërumë, cili është problemi? Problemi është kanalizimi, këtu në fshatin Cërmjan, Kodraliki, rruga Halil Alia. Ne jem keq shumë për kanalizim, as mu i dalim fusha, as të dera, as shumë katastrofë, jem pej mas luftës do zgjedhje vinë në thojnë një në randin e parë, ku të kalojnë zgjedhjet kush s'fol me njëve. Si ishte rruga dhe njëherë sakt, rruga Halil Alia? Rruga Halil Alia. Po, edhe që sa ku thatë zonjë që nuk keni ujrat zeza? Na jekin kur? A po? Po. Se s'kem kanalizim hiç, s'kem ka me qu, këtu jena në fshat krejt komplet, shka jemi shpijat, jem pa kanalizim. Sa shtëpi jeni andej? Jemi një 18 shtëpi. 18 shtëpi. Po. Në rregull. Faleminderit shumë për telefonatën zonjë. Do ta kontaktojmë edhe me kryetarin Ardian Gjini patjetër. Do të flasim për këtë problem. Problemi mos harro përveç Bulliqit dhe Idris, do të flasim edhe me Prebrezën nga Fushë Kosova, por edhe me Ardian Gjinin. Do t'i thrasim pas pak. Falenderoj zonë shumë për telefonatën. Përkaq që pra problemet të tilla ka pasur, kemi qenë edhe për një rrugë që ka